Armando Broja përfiton nga mendje tek Evertoni, sulmuesi shqiptar la pas dëmtimin në mars dhe Moyes i besoi menjëherë minuta. Duket se McAfee ka kaluar pasi kjo vërehet nga intervista e fundit të Brojës. Ky fundit shfaqet mjaft optimist për të ardhmen. Më tepër pritet prej Brojës në nga intervista e tij mund të thuhet se premton shumë. Ndihem shumë më mirë tani, jam i lumtur që mund të futem në fushë dhe të luaj pa dhimbje. Kjo është çdo gjë që doja, të mos kisha dhimbje, të shijoj futbollin, të luaj përballë tifozëve dhe të provoj të bëj më të mirën për skuadrën. Jam 100% i sigurt që ka shumë më tepër që mund të vijë prej meje. Më e mira nuk ka ardhur akoma, mund të bëj shumë më tepër. Do të ketë momente ku gola do të vinë, asistet, dhe do të luaj shumë më mirë, e sigurt. Siç e thash që e më e rëndësishme për mua është u ktheva sërish të luaj pa dhimbje dhe të lë pas çdo dëmtim që kam pasur në të kaluarën dhe të shoh përpara. Çfarë do të jesh, çfarë do lojtari, është gjithmonë e rëndësishme kur ke besimin dhe mundësinë të tregosh trajnerit, tifozëve, klubit dhe të gjithëve çfarë mund të bësh. Kjo është pjesë e qenit një futbollist. Çdo herë që shkel në fushë duhet të japësh çdo gjë, nuk ka rëndësi kush je, çfarë niveli luan, është gjithmonë për të bërë më të mirën për veten dhe klubin. Dua të futem në fushë dhe të jap gjithçka që mundem. Siç thash, më e mira do të vijë. E di se çfarë mund të jap. E di kapacitetin tim dhe mund të shtyj duke filluar nga aty. Liverpooli dhe Arsenali ishin ndeshje të vështira, ata janë kundërshtar të fortë dhe për këtë janë aty ku janë, por luaj të mirë në të dyja ndeshjet dhe mund të merrni më tepër nëse tregohemi sinqert. Kundër Arsenalit veçanërisht nuk besoj se bënin diçka shumë më të mirë se ne. Kishin disa mundësi, veçanërisht në pjesën e dytë që nga penaltia dhe pasaj po ashtu, ishin disa mundësi për t'i bërë keq atyre në përpavi. Tha Broja në një intervistë për Everton TV. Po fakti që erdhëm nga dizavantazhi për të marrë një pikë tregon karakterin që kemi në dhomat e shfeshjes. Dua të them dhe para se të vija që çdo herë që luanim kundër Evertonit ishte një ndeshje vështirë. E dinim gjithmonë që do të ishte një ndeshje shumë e vështirë. Gjithmonë mundohem dhe mendoj se ka qenë gjithmonë në natyrën e Evertonit të bëjë maksimumin. Në ta shikoni edhe sot po ashtu, nuk ndaloj, ne vazhdojmë deri në përshëllimin përfundimtar. Lëmë të mira stadiumit do të jetë një moment i veçantë, sigurisht është një moment historik për klubin, të jetë sezoni i fundit në Goodison Park. Duam të ngjitemi sa më lart në tabelë. Në fund Broja u shpreh: kemi akoma 7 ndeshje të mbetura dhe e dim se do të ndeshemi me disa skuadra të mëdha sërish, por do të japim gjithçka dhe do të sigurohemi që të ngjitemi sa më lart të jetë mundur.